Pakic, shteti në mbrojtje në një nga pasurive më prallore që ka kjo tokë dhe toka tjera. Projektligji është shqyrtuar në Komisionin për Edukimin, Mjetet e Informimit Publik me datën 26 prill 2022. Komisionin për Politikën e Jashtme me datën 10 maj 2022. Komisionin për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe Drejtat e Njeriut me datën 13 maj 2022. Në cilësinë e komisioneve për dhënje mendimi, si dhe në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave, si komision përgjegjës me 17 maj të 2022. Në të gjitha komisionet, pa asnjë përjashtim, deputetja Zhupa dhe deputet tanë kanë mbajtur qëndrim kundër projekt ligjit. Kundër projekt ligjit. 3. Janë kërkuar 2 interpelanca me ministrën Margariti nga deputetja Zhupa. Njëra u realizua me 9 qershor 2022 për marrëveshjen koncesionare, ndërsa tjetra u refuzua me datën 8 tetor 2022 dhe kishte si objekt bordin e administrimit dhe qëndrimet antishqiptare të disa punojësve aty. Pra, u bë një përpjekje shumë e madhe, shumë e përgjegjshme. 4. Jashtë selisë Partisë Demokratike. Deputetja Zhupa ka organizuar 5 tryeza me ndihmen 5 tryeza me shoqërinë civile, me arkeolog, dhe unë duhet të falenderoj mënyrë të përzemër të arkeolog, por në tërësi dhe në veçanti një avokat jashtëzakonshëm të pasurisë tonë kombëtare në fushë, profesor Apollon Baçen, i cili të gjithë autoritetin, reputacionin, dijet e tij i vuri ato kohë në mbrojtje të interesit publik të shqiptarëve. Pra, pesë tryeza për këtë. Një tryezë u zhvillua edhe nga kryetari i partisë Sali Berisha në Hotel Rogner, po për këtë çështje. Në mbrojtje. 5. Me 23 maj 2022, ku vendi miratoi marrëveshjen për menaxhimin e parkut kombëtar të Butrintit me 75 vota, 18 kundër dhe 1 abstenim. Asnjë deputet i Partisë Demokratike nuk ka votuar pro marrëveshjes. 0. Ka patur, me qenë se fatet ishin të atilla që ishim të ndarë, që një grup votoi totalisht kundër, të tjerë s'morën pjesë votim apo abstenuan, por nuk ka asnjë vot demokrati në atë marrëveshje. Asnjë. Asnjë. Abstenimi është Pandelimajko, i grupit socialist. Nuk ka marrë pjesë në votim Niko Kuri. I përgëzoj të 2. Ha? Të 2 nuk janë më deputet. Po, i ka heqë, urda e paguën shpimin. Se harrojnë, se dhe nesë kujtojnë se s'paguëm ne shpim për qëllim që mbajtëm. Po ne jemi krenar për shpimin që paguëm dhe do paguim. Po, absolutisht, am thapë. Nuk ka asë, po. Gjasht. Me 1 qershor të 2022, deputetja Ina Zhupa i dërgon një letër dhe zhvilloi një takim zyrtar me presidentin e Republikës Ilir Meta. Ilir Meta, duke kërkuar mos dekretim në këtij ligji dhe duke renditur shkeljet e rënda kushtetuese, mbasi ligji nuk vinte në kundërshtim me kushtetutën.
me konventin e Parisit, Presidenti i Republikës, me përgjegjësi të plot, me dekret numër 13.703, me datën 26/2022, vendos të kthej ligjin për rishirtim në parlament. Pasaj, Neroni, barbari, i trashëgimisë kulturore të shqiptarëve dhe mjedisore, e voton ligjin në parlament me votat e tij dhe me 29 korrik, e voton me urgjencë fetore zyrtare për të hyrë në fuqi. Me 14 të ndorë, Ina Zhupa, me firmat e 36 deputetëve, i drejtohet gjykatës kushtetuese për ligjin famzi. U zhvilluan 6 seanca në gjykatë kushtetuese. Mbriti dhe raportit nga UNESCO, i cili mbështeste pik për pik qëndrimet e opozitës. E fshen raportin e UNESCO-s. Por, e vërteta të themi atë që është, edhe avokati i popullit, si Amicus Curiae dhe KLSH-ja, mbështeten argumentat e opozitës. Megjithatë, gjykata kushtetuese me votën e famzezës Olta Zaçaj erëzoi padin. Olta Zaçaj u shpërblye për votën e saj kundra pasurisë publike të shqiptar, pasurisë trashëgimisë kulturore shqiptarëve me emërimin e saj në bordin e bankës. Zëvendës guvernatore e garantoi zonjën se kjo vot do ta ndjek atë gjatë ditën e fundit. Se e ka bërë votën në shkëmbim të postit që ka marrë. Dhe duhet një hetim, duhet ta padisim për një hetim këtu. Jemi të bëjmë me konflikt interesi. Të bëhet gati dosja të çohet në prokurori. B. Ligji numër 27/2018 për trashëgiminë kulturore dhe muzet. Gjatë kohës së shqyrtimit Butrintit, zonja Zhupa vuri re që ligji ku bazohej marrëveshja ishte vetë antikushtetuese dhe ato i referoheshin këtij ligji, duke qenë se kishin kaluar 2 vjet, nuk çoi dot me në gjykatë kushtetuese. Partia Demokratike, për fat të keq orti, kishte bërë gabimin e vet që s'duhet ta përsëris kurrë më, kishte djeg mandatet dhe s'kishte më fuqi të drejtohej kujt. 2. Deputetja Zhupa paraqiti projekt ligj për të hequr koncesionin nga ligji numër 27/2018 për trashëgiminë kulturore dhe muzet. Herën e parë me 11 maj u diskutua në komision, por ai u lanë sirtar, gjersa urzue, po në komisione dhe nuk u votuar në parlament. 3. E ridepozitoi me datën 29 shtator 25. Përsëri betejë vazhdon. U fut në komisionin e ligjeve dhe në komisionin e kulturës dhe urzue me urdhër të Edi Ramës barbarit të trashëgimisë kulturore dhe mjedisore. Me 19 shkurt 26 u votua kundër nga shumica me arsyetimin absurd se nuk duhej penguar sektori privat të mirët në administrim trashëgiminë kulturore, çka nuk ndodh kund në botë. 4. Sot një nga kërkesat më të drejta të protestuesve është pikërisht ndryshimi i këtij ligji, sepse ky ligj ka trajtuar trashëgiminë kulturore jo si pasuri kombëtare, por si mall tregtar,
për interesa klienteliste dhe lobuese. Ligji aktual vendos privatin mbi shtetin në administrimin e trashëgimisë kulturore, duke krijuar një model koncesionar që bie ndesh me frymën e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, mbasi kjo kushtetutë e ngarkon shtetin me detyrën për të mbrojtur identitetin kombëtar, trashëgiminë kulturore dhe jo për ta deleguar atë fondacioneve apo interesave private. 5. Sot kemi prova konkrete. Në Butrind, Fondacioni për Menaxhimin e Butrindit dhe ADF janë vendosur mbi institucionet shtetërore. Në Durrës, me modelin BID-TID, po përsëritet e njëjta skemë dhe logjik. Çdo hap larg shtetit është një hap larg garancive publike për historinë dhe identitetin ton, ndaj edhe unë përshëndes çdo qytetar që kërkoj nga sheshi dhe bulevardi anullimin e këtij ligji. 6. Tani e ridepozitoi përsëri, betejë vazhdon, kryetari i grupit parlamentar në emër të grupit të njëjtin projektligj me datën 8/6/2026 dhe në mbështetje si mbështetje dhe ndaj kërkesave të qytetarëve. C. Ligji special për Akademinë e Shkencave. Dëgjoni. Ligji special është ligji më i turpshëm. Ligji i pazarit Gjinushi Tom Doshi. Është më i turpshmi. Skënder Gjinushit i mbaron mandati. Marrëveshja me cilën kishte shitur Gjinushi partinë tek Tom Doshi ishte për 2 mandate. Se përndryshe ja mirë të partinë ky prap. Dhe sillet me urgjencë ligji, amandimi i ligjit për Akademinë, një historia më turpshme në historinë e botës akademike të Europës, ku i krijohet mundësia Skënder Gjinushit të rikandidojë për Akademinë e Shkencave, një ish pedagog universiteti i shtruar në bashkëpunëtor të Zani Çaushit. I njohur. 2. Ky ligj u kundërshtuan të 2 komisionet, atë të ligjeve dhe të edukimit dhe mjeteve të informimit publik. Në të dyja deputet të opozitës kanë votuar kundër dhe deputetja Ina Zhupa ka qenë për ta kundërshtuar me argumenta. Me datën 19 korrik 2023, pas një mbledhje jo sipas procedurës, vetëm me deputet të mazhorancës, mjaftueshëm për të siguruar korumin, pra pa njoftim të gjithë anëtarëve të KPEMIP-s, Petro Mavromati, Petro Ziu, Petro Shtithush, organizon votimin e tij duke i hapur rrugën edhe votimit antikushtetues në parlament të nesërmen në shkeljet rregullore së kuvendit. Ja ai që sillet nga studio në studio. Me datën 20 korrik në mbylljet rregullore të sezonit parlamentar e kaluan pa procedurë, jashtë procedurave, në seancë. Mavromati i zi do të thotë, që ta dini në greqisht. Ja thash se si merdi në mend vrasi i Kapodistrias.